Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua të Ronalilin, këtë herë për të ndarë një histori shumë të dhimbshme. Një histori të ndjerë, një histori me një fund tragjik. Ne flasim për një dashuri që fatkeqësisht ka përfunduar me një fund të tmerrshëm. Unë jam Ardi, një djalë i zakonshëm nga Tirana. Kam parë shumë gjëra në jetë, por asnjëra nuk më ka lënduar aq thellë sa historia që do t'ju tregoj sot. Është historia ime dhe e një vajze që ndryshoi gjithçka për mua. Ishte një mbrëmje e zakonshme pranvere, një nga ato netët kur qyteti gumëzhin nga zhurmat. Njerëzit ecnin me nxitim, kafenet janë plot dhe dritat e Tiranës të japin ndjesinë se jeta është e bukur. Pikërisht në atë natë, në një kafene ku shkova me disa shok. Sytë e mi u ndalën tek ajo, një vajzë që më dukej ndryshe nga të gjitha të tjerat. Emri i saj ishte Elira. Nuk e di si ta përshkruaj, por kishte një dritë në fytyrë. Një buzëqeshje që dukej sikur e ndalte kohën. Kur ajo qeshi për të parën herë gjatë bisedës, më dukej si e gjithë zhurma e qytetit u shua dhe mbeti vetëm ajo. Kishte një shikim të thellë, të sinqertë, që më mbante të lidhur. Dhe unë humba që aty. Filluam që të njiheshim, në fillim me mesazhe të thjeshta, pastaj me takime gjithnjë e më të shpeshta. Ecjet e gjata nëpër parkun e Tiranës, kafenet e vogla ku qeshnim me orë të tëra, shëtitjet në rrugicat e vjetra ku unë e dëgjoja me vëmendje. Ajo fliste për ëndrat e saj, për libra që lexonte, për muzikën që i pëlqente. Unë e dëgjoja dhe ndjeja zemrën duke rrahur fort. E dashurova pas një dyshim. Dhe isha i bindur se dhe ajo ndjente të njëjtën gjë. Elira më dha një ndjenjë që nuk e kisha përjetuar kur më parë. Çdo mëngjes zgjohesha me mall për ta parë. Çdo natë flija duke menduar për të. Për mua, ajo nuk ishte thjesht një vajzë. Ajo ishte arsyeja pse unë besoja në dashuri. Por ajo që nuk e dija, ishte se Elira kishte një barë të rëndë mbi shpinë. Ajo vuante nga një sëmundje e rëndë, nga kanceri, një luftë që e mbante të fshehur. Ajo kishte zgjedhur të mos ma tregonte mua. Nuk donte të më shihte me keqardhje, nuk donte të më lidhte jetën me dhimbjen e saj. Donte që unë ta doja për atë që ishte, jo për mëshirën që mund t'i jepja. Dhe unë nuk kisha asnjë ide. Pas disa muajsh të bukur fillova të vërej se diçka po ndryshonte. Telefonatat tona u bën më të rralla. Mesazhet nuk vinin më aq shpesh. Kur pyesja pse, ajo gjithmonë gjente një arsye. Lodhje, punë, familje, shkollë. Dhe unë mendova se ajo nuk do më donte më, se ishte e lodhur nga unë, se kishte gjetur diçka tjetër, apo më shkurt, dikë tjetër. Zemra ime u thye, por nuk luftova. Nuk bëra pyetje të thella.
Nuk e kërkova aq sa duhej, u largova krejt. Lash kohën të kaloj. Mendova se ishte thjesht një dashuri e humbur si ato që ndodhin shpesh në rini. Por ajo boshllëk, ajo mungesë më ndiqte çdo ditë. Kaluan 6 muaj. 6 muaj ku çdo ditë ndjeja mungesën e saj, por e mbaja për brënda. Nuk e telefonova më, nuk i shkrova më, edhe pse zemra më diqte. Çdo vend i Tiranës më kujtonte atë. Çdo kafe ku kishim qenë, çdo kënd i parkut, çdo shëtitje në dritat e qytetit, unë e përfytyroja pranë meje, por ajo nuk ishte aty. Një pasditë e vjeshte, ndërsa po ecja pranë liçenit artificial, pash një fytyrë të njohur. Ishte shoqja e saj më e ngushtë. U gëzova, mendova më në fund do të marr vesh për Elirën. Ndoshta mund ta takoja sërish, por ai gëzim zgjati pak sekonda. Shoqja më pa drejt në sy, sytë e saj ishin të përlotur dhe më tha fjalët që më shkatruan. Ardi, Elira nuk është më. Ajo ndroi jetë 2 muaj më parë. Mu shua fryma, toka u largua nga këmbët e mia. Nuk arria të besoja çfarë po dëgjoja. Jo, kjo nuk është e vërtet. Nuk mund të jetë e vërtet. Përsërisja me veten. Zemra më rikte aq fort sa më dukej se do më çahej krahërori. Ajo më shpjegoi gjithçka. Sëmundjen, luftën e saj, heshtjen e saj, vendimin e saj për të mos më thënë, dhe unë ndjesha si mëkatar. Si një frikacak që u dorëzua, që nuk luftoi për të dhe që nuk e kërkoi, që e la vetëm. Të nesërmen me shpirtin e coptuar shkova tek varezat. Ishte një ditë gri. Shiu binte lehtë sikur edhe qielli po qante bashkë me mua. Kur pash emrin e saj të gdhendur mbi gurin e ftohtë të varit, lotët më shpërthyen. Ula aty me duar që më dridheshin dhe fola sikur ajo të më dëgjonte. Elira, pse nuk më tregove? Pse më largove? Unë do të kisha qenë këtu për ty. Do të kisha luftuar bashkë me ty. Do të kisha qëndruar natë e ditë pranë teje. Pse më le të shkoj? Pse më le të mendoja se nuk më doje më? Unë të desha dhe ende të dua. Qava si fëmijë, lotët nuk më ndaleshin. Orë të tëra qëndrova aty, duke kujtuar çdo moment tonin, dhe brenda meje u hap një plagë që nuk do të mbyllej më kurrë. Një dhimbje që do ta mbaja gjithë jetën. Sot sa herë që ec nëpër Tiranë, çdo kënd më kujton atë. Çdo vend që na pa të lumtur, tani mua më dhëmb. Por në zemrën time Elira jeton ende. Nuk ka ikur dhe nuk do të ikë kurrë. Dashuria ime për të nuk u shua dhe nuk do të shuhet kurrë. Unë jam Ardi. Dhe kjo është historia ime. Historia ime e dhimbshme me Elirën. Një dashuri që u këput në mes, por që do të mbetet e pavdekshme brenda shpirtit tim.